Në muajin shkurt, shoqatat shqiptare në mbar Kanadan u bashkuan për të shënuar 18 vjetorin e pavarësisë së Kosovës, një datë me peshë historike dhe emocionale për kombin ton. Aktivitetet festive sollën artistë të ndryshëm në skenë, me këngë, valle dhe interpretime që ngjallën krenari dhe unitet. Por kjo fest nuk ishte vetëm celebrim, ishte edhe mësim. Brezat e rinj jo vetëm kënduan e vallëzuan, por mësuan historinë, sakrificat dhe rrugtimin drejt lirisë. Nëpërmjet kulturës dhe kujtesës historike, diaspora shqiptare në Kanada dëshmoi se identiteti ruhet, forcohet dhe përcillet nga një brez te tjetri, me dinjitet dhe krenari. Kryetaria e City of Toronto, Olivia Chow, i ka dërguar një mesazh urimi konsullit të përgjithshëm të Republikës së Kosovës, zotit Kadri Dakaj, me rastin e ditës së pavarësisë së Kosovës. Në letrën zyrtare, kryetaria Chow përgëzon popullin e Kosovës për këtë fest kombëtare, duke vlerësuar njëkohësisht kontributin e çmuar të komunitetit kosovar në jetën kulturore dhe qytetare të Torontos. Ajo thekson se qyteti është krenar për diversitetin e tij dhe për ndikimin pozitiv që komuniteti kosovar vazhdon të ketë në zhvillimin e tij. Gjithashtu, kryetaria nënvizoi se në vitin 2026, Toronto do të jetë një nga qytetet pritëse të FIFA World Cup 2026, duke theksuar se qyteti do të ndajë energjinë dhe mikpritjen e tij me vizitorë nga e gjithë bota. Në përfundim, në emër të Këshillit Bashkiak dhe banorëve të Torontos, ajo shprehu urimet më të mira për ditën kombëtare të Kosovës. Ambasadorja e Republikës së Shqipërisë në Kanada, Artemis Malo, mirëpriti në rezidencë ekipin e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kanadas për negocimin e marrëveshjes së bashkëpunimit në fushën e transportit ajror ndërmjet dy vendeve. Takimi u zhvillua në një atmosferë konstruktive, duke theksuar vullnetin për thellimin e bashkëpunimit dypalësh. I pranishëm ishte edhe zoti Howard Liebman, zëvendës president i Air Transat, duke nënvizuar interesin konkret të sektorit privat. Gjatë aktivitetit u prezantua simbolikisht një miniaturë e avionit Airbus 330, i cili pritet të realizojë fluturimin e parë historik mes Shqipërisë dhe Kanadas, një hap i rëndësishëm për forcimin e lidhjeve ekonomike, turistike dhe njerëzore ndërmjet dy vendeve. Në kuadër të 18 vjetorit të pavarësisë së Kosovës, në Toronto u zhvillua një aktivitet që vuri në pa arritjet e shqiptarëve në Kanada dhe krenarin për origjinën e tyre. Konsulli i përgjithshëm i Kosovës në Toronto, zoti Kadri Dakaj, falenderoi të pranishmit dhe në veçanti zyrtarët policor që ju bashkuan kësaj nisme, duke theksuar se një organizim i tillë nderon mbar diasporën shqiptare në këtë përvjetor të rëndësishëm. Në emër të ambasadës të Republikës së Shqipërisë në Kanada, zonja Albana Çelosmani shprehu mbështetjen për iniciativën, ndërsa zoti Besnik Dobreci, kryetari i shoqatës së zbatuesve të ligjit me origjinë shqiptare në Kanada, theksoi rolin e shoqatës në mbështetje të profesionistëve shqiptar në institucionet e sigurisë, duke nënvizuar krenarin për shtetin kanadez dhe për rrënjët shqiptare. Gjatë aktivitetit, pjesëmarrësit ndanë përvoja personale dhe theksuan rëndësinë e ruajtjes së identitetit kulturor në diasporë. Atmosfera u pasurua nga interpretimet e grupit polifonik Labëria dhe violinistes Klea Cani, të cilat i dhanë ngjarjes emocion dhe dimension artistik, një organizim që dëshmoi unitetin dhe solidaritetin e komunitetit shqiptar në Kanada. Shoqata shqiptare në Windsor ka pranuar një mirënjohje zyrtare nga Andrew Dowie, deputet i Parlamentit të Ontarios, MPP, me rastin e 18 vjetorit të pavarësisë së Kosovës. Vlerësimi thekson kontributin dhe rolin aktiv të komunitetit shqiptar në Ontario, duke nxjerrë në pa atributet që e kanë shoqëruar historikisht popullin shqiptar, për kushtimin ndaj lirisë, demokracisë, qëndrueshmërisë, drejtësisë dhe paqes.
Në ceremoninë përkujtimore, përfaqësues të shoqatës falenderuan institucionet kanadeze për mbështetjen e vazhdueshme ndaj komunitetit shqiptar në Windsor, që prej krijimit të tij. Mirënjohje e veçantë ju drejtua deputetëve provincial dhe federal, kryetarit të bashkisë, ministrit të imigracionit, premierit të Ontarios, si dhe kryeministrit të Kanadas për respektin dhe bashkëpunimin institucional. Ky akt simbolik konfirmon integrimin e suksesshëm dhe kontributin e diasporës shqiptare në jetën shoqërore dhe politike të Kanadas, duke forcuar lidhjet midis komunitetit shqiptar dhe institucioneve kanadeze. Ngjarja përbën një moment krenarie për shqiptarët në Windsor dhe më gjërë, duke riafirmuar vlerat që bashkojnë dy popujt në respekt të ndërsjellë dhe partneritet afatgjatë. Konsulli i përgjithshëm i Kosovës në Toronto, Zoti Dakaj, mori pjesë në një takim të organizuar nga City of Toronto, ku së bashku me diplomatë të tjerë diskutoi mbi përgatitjet për kampionatin botror të FIFA World Cup. Gjatë diskutimeve, u theksua rëndësia e bashkëpunimit institucional dhe diplomatik për organizimin e suksesshëm të këtij eventi global, si dhe roli që do të luajë Toronto si një nga qytetet pritëse në promovimin ndërkombëtar dhe forcimin e lidhjeve mes komuniteteve. Me mbështetjen e ambasadës të Republikës së Shqipërisë në Kanada dhe në bashkëpunim me shoqatën kulturore shqiptare Montreal, si dhe shoqatën shqiptare Kosova-Montreal, në ambientet e Galerisë Ambigu u organizua mbrëmje artistike e dedikuar talenteve për të rinj dhe të reja të komunitetit shqiptar në Kanada. Mbrëmja u shndrua në një manifestim breslënës për kulturën dhe identitetin shqiptar, ku interpretimet në muzikë dhe art skenik krijuan një atmosferë fisnike, elegante dhe thellësisht frymëzuese. Artistët e rinj dëshmuan jo vetëm talent, por edhe përkushtim e pjekurie artistike, duke reflektuar energjinë dhe potencialin krijues të brezit të ri shqiptar në diasporë. Një aktivitet që konfirmoi se kultura jon vazhdon të jetojë, të rritet dhe të shkëlqejë përtej kufive.